Nëse vuani nga diabeti, urgjent hiqni dorë nga këto ushqime. Diabeti është një sëmundje kronike që kërkon një menaxhim të kujdesshëm të dietës ushqimore për të mbajtur nivelet e sheqerit në gjak në nivele të shëndetshme. Diabeti luan një rol të rëndësishëm në kontrollin e shëndetit dhe është e rëndësishme të kuptoni se ndonse mund të konsumoni çdo ushqim, disa ushqime mund të komplikojnë menaxhimin e sëmundjes dhe të rrisin në riskun e pasojave shëndetësore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo është një arsye thelbësore që të shmangni disa ushqime të përcaktuara që mund të ndikojnë negativisht në nivelin e sheqerit. Bëni një konsult me mjekun tuaj dhe përcaktoni nga afër cilat janë ushqimet më të mira, të cilat duhet i keni pjesë të dietës suaj. Sipas Healthline, këto janë ushqime të cilat mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj nëse vuani nga diabeti. Ushqimet me sheqer të shtuar janë të dëmshme për shumicën e personave, pasi ato mund të ndikojnë drejt për së drejti në luhatjet e niveleve të sheqerit në gjak dhe të krijojnë kështu komplikacione të dukshme. Nëse jeni një person që vuani nga diabeti, tregohuni më të kujdesshëm me ushqime të cilat përmbajnë sheqerna të shtuara, pasi siç dihet, ato mund të ndikojnë negativisht në cilësinë e jetës suaj dhe të krijojnë gjithashtu komplikacione të njëpasnjëshme. Këto ushqime, siç mund të jenë për shembull pijet e gazuara, ëmbëlsira, keku, biskotat dhe të gjitha llojet e ushqimeve të përpunuara, janë të pasura me nivele shumë të larta të sheqernave, të cilat mund të ndikojnë dukshëm në luhatjet e shëndetit tuaj dhe të krijojnë kështu komplikacione të njëpasnjëshme. Sheqeri i shtuar nuk ka vlera ushqyese dhe mund të shkaktojë edhe probleme të mëdha të niveleve të sheqerit në gjakun tuaj, duke e bërë më të vështirë menaxhimin e shëndetit dhe të krijojë kështu komplikacione të mëdha. Ekspertët e Healthline citojnë se buka, e cila është e bërë me mjedhin rafinuar, mund të ketë ndikimet e veta në çështjet tuaja shëndetësore. Mjedhi rafinuar, i cili përdoret në shumë produkte si buka, pasta dhe keku, është shumë i pasur me karbohidrate të cilat mund të shoqërohen gjithashtu edhe me sheqerna në trup. Kjo mund të shkaktojë një rritje të papritur të niveleve të sheqerit në gjak që mund të ndikojnë drejt për së drejti në organizmin tuaj. Për të mbajtur nën kontroll diabetin, është më mirë të zgjidhni opsione me miell të plurosur dhe të kufizoni konsumin e ushqimeve të rafinuara, pasi vetëm kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin tuaj. Ushqimet e pasur me yndyrna të ngopura dhe ato trans mund të ndikojnë negativisht në çështjet tuaja shëndetësore dhe të rrisin gjithashtu komplikacionet në organizëm. Yndyrnat e ngopura dhe ato trans janë të dëmshme për shëndetin e zemrës dhe mund të rrisin gjithashtu inflamacionet e mëdha në trupin tuaj. Ushqimet e pasura me këto yndyrna përfshin margarinat, ushqimet e rafinuara, produktet e shpejta të gatimit siç mund të jenë patatet e skuqura dhe konsumi i fast foodeve, të cilat mund të ndikojnë në përkeçimin e situatave tuaja. Ushqimet e papërshtatshme, të cilat mund të jenë të përpunuara si të konsumuara si snack, mund të jenë të dëmshme për shëndetin tuaj. Shumë ushqime të përpunuara dhe snake të gatshme përmbajnë shumë krip, yndyrna dhe sheqerna, duke i bërë ato të dëmshme për diabetikët. Për shembull, biskotat, patatet e shpejta dhe ushqimet e tjera të paketuara shpesh përmbajnë lëndë të dëmshme që shkaktojnë rritjen e niveleve të sheqerit në gjak dhe ndikojnë negativisht në metabolizëm. Ato shpesh janë të varfra në fibra ushqyese, duke bërë më të dëmshëm menaxhimin e diabetit. Alkooli është i dëmshëm për diabetikët. Alkooli mund të ndikojë negativisht në nivelin e sheqerit në gjak dhe mund të ndryjë gjithashtu në efektivitetin e ilaçeve të cilat jeni duke përdorur. Ai mund të ndikojë edhe në përkeçimin e shëndetit tuaj, sidomos nëse jeni diabetik. Pijet alkolike, veçanërisht ato të cilat janë të shtuara me shumë sheqer, mund të shkaktojnë një rritje të papritur të niveleve të sheqerit dhe mund të shkaktojnë hipoglicemi pas konsumit. Ndaj është e rëndësishme të kufizoni konsumin e ushqimeve që shkaktojnë këto probleme. Ndaj, alkooli mund të jetë një arsye për të hequr dorë. Nëse vuani nga diabeti, tregohuni të kujdesshëm me sasinë e alkoolit që shtoni në dietën tuaj.
Mishrat të cilat janë të përpunuar dhe peshku i pasigurt janë të dëmshëm për personat që vuajnë nga diabeti. Mishi i përpunuar të tilla si sallami, prosciutto, mishi i konservuar mund të përmbajnë në nivele shumë të larta të kripës dhe mund të ndikojnë negativisht në cilësinë tuaj të jetës, duke evituar kështu edhe një ushqyerje të shëndetshme me ndikime të mëdha në organizmin tuaj. Gjithashtu, këto mund të kontribojnë në rritjen e presionit të gjakut dhe të ndikojnë negativisht në nivelet e sheqerit në gjak. Në vend të tyre është më mirë të konsumoni proteina të freskëta si mishi pa procesuar, pula pa lëkurë dhe peshku i freskët, i cili duhet jetë gjithmonë edhe në tavolinën tuaj. Frutat e pasuruara me sheqerna të ndryshme mund të jenë të dëmshme për organizmin tuaj dhe të shkaktojnë një luhatje të papritur të niveleve të sheqerit në trup dhe të ndikojnë gjithashtu edhe në krijimin e komplikacioneve më të rënda të organizmit, të cilat mund të nxisin edhe probleme të njëpasnjëshme të tyre. Edhe pse frutat janë të pasura gjithashtu me minerale, disa prej tyre janë të pasur me sheqer dhe mund të ndikojnë në nivelin e sheqerit në gjakun tuaj. Frutat të tilla si bananet e pjekura, rrushi, mango dhe kivi janë të pasura me sheqer që duhet të konsumohen në mënyrë të maturuar. Frutat me shumë fibër dhe sheqer të ulët si manaferat, boronica dhe mjetrat janë opsionet më të mira për diabetikët. Lëngjet e përshtatshme dhe pijet e gazuara mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj, duke krijuar kështu komplikacione më të mëdha të organizmit dhe të nxisin gjithashtu një dëmtim të madh të tij. Pijet e gazuara dhe lëngjet e përpunuara janë të mbushura me shumë sheqerna, duke shkaktuar kështu një rritje të papritur të presionit të gjakut dhe një nxitje më të madhe të komplikacioneve të shëndetit tuaj. Nëse jeni një person që vuani nga këto shqetësime, tregohuni më të kujdesshëm me atë që shtoni në pjatën tuaj, pasi mund të ndikojë drejt për së drejti në luhatjet e sheqerit në gjak. Pijet me sheqer të shtuar, të cilat janë si lëngjet e frutave të përpunuara, mund të çojnë në probleme të kontrollit të sheqerit në gjak dhe nuk ofrojnë vlerat ushqyese të shëndetshme. Zgjidhja më e mirë në këto raste është të konsumoni sa më shumë ujë, çaj pa sheqer ose kafe pa sheqer. Gjithmonë edhe konsulta me mjekun tuaj përkatës është shumë e rëndësishme për çdo problematikë që jep trupi juaj dhe jo vetëm. Nëse keni diabet, është shumë e rëndësishme të bëni zgjedhje të shëndetshme vazhdimisht në dietën tuaj, për të menaxhuar më mirë kështu luhatjet e sheqerit në gjak dhe për të evituar komplikacionet në organizmin tuaj. Ndaj, këto produkte mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për të lehtësuar komplikacionet. Ndërsa nuk duhet të shmangni çdo ushqim të përmendur më lart, është e rëndësishme të kufizoni konsumin e tyre dhe të preferoni opsione më të shëndetshme. Konsultohuni me një ekspert të ushqimit dhe diabetit, pasi mund t'ju ndihmojë të krijoni një plan ushqimor të përshtatshëm individual vetëm për ju, që do ju ndihmojë të menaxhoni problemin dhe të përmirësoni kështu cilësinë e jetës suaj. Sa më mirë të ushqeheni gjatë jetës suaj, aq më pak probleme do të keni në përditshmëri. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose ai nuk përshtatet si duhet në jetën tuaj të përgjithshme. Ndaj duhet të tregojeni të kujdesshëm me atë që konsumoni në vaktet tuaja ditore. Sipas të dhënave të Healthline, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll luhatjet e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi juaj i përthith ngadalë janë më të mira sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video do të mësoni për ushqimet më të mira, të cilat do ju ndihmojnë dukshëm në menaxhimin e këtyre komplikacioneve. Dritrat e plota ose buka prej helbi mund të jetë një ndihmë shumë e mirë ushqyese për menaxhimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Nëse shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej helbi mund të jetë një nga opsionet më të përshtatshme në situatën tuaj konkrete. Prandaj zgjidhni produktet e duhura ushqyese për një shëndet të mirë dhe do të evitoni kështu komplikacionet që i kanosen organizmit tuaj në tërësi. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.